Një person është arrestuar nga policia e Kuçovës dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim, pasi akuzohen për kultivim të bimëve narkotike në vitin 2021. Sipas policisë mësohet se në pranga ka rënë shtetasi Shaqir Helmi, 28 vjeç, ndërsa në kërkim janë Bardhok Leshi dhe Enver Muça. Policia e Kuçovës ka proceduar penalisht 3 shtetas për veprat penale prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit, si dhe 1 shtetas për veprën penale pastrimi i produktit të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Gjatë kontrolleve të kryera në vijim të këtij operacioni në banesat e shtetasve të proceduar, u gjetën armë gjahu, fishek, armë sportive dhe 16.980 pound britanik. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat për veprime të mëtejshme.